Diskutimet për barazinë gjinore në politikë vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Mund të flasim për vitet 45 kur ishte ajo thyerja e parë e parlamentit, por në të njëjtën kohë edhe për vitin 2025. Po tani ndryshe fillojmë dhe kërkojmë përveç kuotës edhe një barazi reale sa i përket atij përfaqësimi që tregojnë të gjitha gratë në parlament, por jo vetëm. Për të kuptuar më tej dhe për të diskutuar të gjithë këtë çështje, unë kam kënaqësinë që ditën e sotme ta nis në studio me zonjën Nora Male. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Dhe në të njëjtën kohë të kem në një lidhje direkte profesor Artam Fugën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kënaqësi të jem me ju. Faleminderit shumë. Do doja të nisja në fakt diskutime dhe të futeshim direkt në mënyrë në temë. Për ju, zonja Malaj, në fakt e keni diskutuar dhe keni folur her pas here sa e rëndësishme është pjesa e kuotave të grave në këtë rast në parlament. Po në të njëjtën kohë edhe për profesor Fugën që arrim ta kemi në një lidhje direkte, ka thënë her pas here që mund të jetë një diskriminim. A mendoni që mund të jemi duke i trajtuar gratë si thjesht ato vendet e rezervuara dhe jo si lideret që meritojnë të jenë? Mund të përballemi me këtë paragjykimin dhe diskriminimin? Së pari duhet t'i uroj profesor Fugës mirëmëngjes dhe shumë kënaqësi që jemi bashkë në studio, se profesor Fuga është një zë shumë i rëndësishëm, jo vetëm nga fusha akademike, për një analist i thellë i mendimit dhe botës sociale sot. Sigurisht është diskriminim. Edhe për mua, e nderuar kolege, shkënaqësi. Faleminderit shumë, prof. Sigurisht që është diskriminim, e kemi quajtur diskriminim pozitiv dhe themi kemi quajtur sepse kam qenë në 2002-shin kryetare shanseve të barabarta për të një komiteti ku ndërtova politikat gjinore dhe për herë të parë u bë ligji i integrimit gjinor. Pra në 2002-shin është futur koncepti si mundet të nxisim vlerësimin, punësimin, duke patur parasysh edhe promovimin e grave, duke patur parasysh që sot popullata është 51% vajza dhe 49% djem, që do të thotë është një shumatore e konsiderueshme për të patur zërin, për të patur vizionin, për të trajtuar problemin dhe për të patur qasjen. Por, në kuadër të klimës që kemi trashëguar, të një trashëgimie historike që profesori mund të trajtojë dhe më mirë, të qasjes dhe filozofisë mbartur të familjeve të mbyllura, ku roli gruas është parë brenda shtëpisë, ka qenë një çike vështirë të shikohej edhe si një leadershipe, megjithë që brenda familjes e kemi pranuar leadershipin grua, madje shpeshherë në ligjërimin e përditshëm themi ministri brendshëm, pra ajo që rregullon punët, ndërsa kur del dhe jep kompetencë të vërtet, atëherë këtu ka patur dhe dualitete dhe për këtë arsye unë mendua si një diskriminim pozitiv. Tani unë mendoj që ka ardhur momenti që nuk duhet jetë kuota vendimarrësja, po duhet jetë çfarë produkti sjellim dhe realisht gratë janë të gatshme të bëjnë politika të forta ose politika sociale brenda politikës në parlamentin shqiptar, a realisht gratë qëndrojnë brenda të gjithë staturës së tyre apo burrëzohen në një farë mënyrë në momentin që ju në politikë dhe a duhet të kemi disa pritshmëri më të mëdha për gratë në raport me burrat apo duhet t'i shohim dhe t'i kanalizojmë si dy qenie sociale që vijnë me gjeni të ndryshme, që nuk mund të thuhen se janë të barabartë në aspektin gjinor, se s'mundet, por që duhet të integrohen bashkë për të krijuar dhe për të dhënë puzzle-in e plot të nevojave imediate që kemi apo të përfaqësimit të nevojave të grave dhe vajzave dhe për te i kësaj dhe të nevojave të shoqërisë, pasi shoqëria është e përbërë nga një burrë dhe një grua dhe të gjithë të tjerët që japin kontribute duhet të japin radh parë në objektin kryesor që është njeriu dhe më pas në të gjithë aktivitetin e tij. Ndaj mendoj që jemi në një moment që kemi prurje të zonjave dhe zonjunshave, puna është cilësore, puna është ta kthehen në meme, puna është ta ligjërimi i tyre është një ligjërim që e pranojmë, apo duhet të fusim një kulturë të re në qasjen e atyre që quhen promovues të vlerave të cilët nesër do kenë fatin tonë në dorë, sepse do jenë ata që do hartojnë në parlamentin shqiptar ligje të cilat nëse bëhen shumë mirë, ato zbatohen mirë. Nëse nuk bëhen mirë, ato krijojnë problematika dhe atyre pastaj kostu është edhe burrave dhe grave. Ndërkohë e nisëm pyetjen me një citim të profesorit dhe doja të ndaloja sërish. Vazhdojmë të jemi në të paktën edhe me ndryshimin edhe me kalimin e viteve. Jemi ende tek pika ku i konsiderojmë gratë si ai vendi i rezervuar apo po ndryshon me kalimin e kohës edhe po i konsiderojmë lider që janë aty sepse e kanë merituar për shkak të karrierës politike dhe gjithçka tjetër. Unë nuk kam çfarë t'i shtoj më tepër asaj që sa kolegja
ime shumë nderuar Nora Malaj, profesoresha, por unë duhet të zbres në një teren më konkret dhe të them që çdo procedurë, çdo element operacional teknik, për shembull që për këshillat bashkiake po i ndajmë 50% e vendeve t'i marrin këshilltar burra dhe 50% t'i marrin këshilltare gra. Të gjitha këto procedura formale, nëse nuk janë të kompletuara dhe nëse nuk kanë atë plotësinë e tyre, ato kthehen vërtet në gjëra të cilat s'kan ndonjë vlerë të madhe. Pse e them këtë? E them sepse kam përshtypjen që në politikë, me sa shoh në parlament, me sa shoh në qeverisje, kam përshtypjen se gruaja ftohet dhe i rezervohet një vend i cili projekton vendin e gruas si dytësore në disa nivele të tjera të shoqërisë. Pra, ftohet gruaja jo që ajo të shpalosi atë që ajo ka më të mirë se sa burri, që e ka në një këndvështrim tjetër kontributin e saj, sigurisht nuk mund të themi se kontributi i gruas në politikë është krejt i diferencuar nga ai i burrit, sepse në një farë kuptimi ata konsiderohen si burri se gruaja qytetarë të barabartë, kanë të jo kapacitete të cilat në parim janë të barabarta, nga kjo pikpamje në këtë kuptim ata s'kan dallim nga njëri tjetri, por të thënë e gjitha kjo në politikë, secila nga këto kategori sociale vjen dhe me disa avantazhe, po ndoshta edhe me disa kufizime, si burri dhe gruaja. Por ajo që mua më shqetëson është se gruaja në politikat e larta vjen brenda një strukture shoqërore e cila në përgjithësi e mban gruan, sikur se tha kolegja ime, jashtë shtëpisë, e mban pozita inferiore. Për shembull, unë shikoj në media, që kam pafund statistika, studentet të gazetarisë dhe gazetare të terrenit në një masë dërmuese janë vajza, zënjusha, quajmë si të doni, pra femra po themi në gjininë e tyre, kur vjen puna që rritet statusi i përgjegjësive në çdo media të caktuara, fillojnë dominojnë në zotrinjt, meshkujt, djemt, burrat e kështu me radhë. Po të shikosh në këshillat bashkiake sigurisht janë ato kuotat, po të shikosh se kush drejton, cilët drejtojnë bashkitë e vendit, do të shikoni dominimin në masë të jashtëzakonshme të burrave. Po të shikoni më tutje drejtor të përgjithshëm, po të shkoni të shikoni bizneset, po të doni që nuk ka të bëjë me politikën, është një fenomen dhe social, ekonomike tërmerat. Po të doni shikoni bankat, shikoni të gjitha agjensitë kryesore. Pra, çfarë ndodh këtu? Këtu ndodh që ne vendosim disa kuota të cilat ndofta mund të jenë dhe të sinqerta, të vendosura, po mbase edhe nga presioni i botës jashtme, i partnerëve tanë të cilët kërkojnë që në parlament apo në këshillat bashkiake të jenë këto kuota. Unë nuk them se kuotizimi është me do e mos një gjë negative, mundet që për një arsye tjetër në shoqëritë që duan të bëjnë kalimin drejt një si të thuash, një pjesëmarrje aktive të gruas në politikën e lartë, gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme në jetën sociale, jo pse është grua, por sepse për dy arsye të mëdha. Problemi këtu është që në shoqërinë shqiptare, ajo që quhet feminizëm politik nuk njihet, nuk debatohet, nuk trajtohet. Edhe kur flitet për rolin e gruas, flitet në një mënyrë machiste, doja të thosha unë, dhe në një mënyrë jo fort korrekte. Hajde se është gruaja që ja mbledh burrit në shtëpi për ta dhënë votën për këtë apo atë.
nuk është ky trajtimi. Feminizmi politik është një ideologji e madhe e kohës sonë, është një frymëzim i madh i kohës sonë që mbështetet në dy parime kryesore. Parimi i parë, që në demokraci sigurisht demokracia është përfaqësuese, që do të thotë se një njeri i cili ka bërë ta zëmë studimet në universitet mund të zgjedhë që ta përfaqësojnë politik, ndoshta edhe njëri që mos ketë arsimin e lartë. Pse? Sepse mendon që ka disa tipare. Pra, një grua mund të zgjedhë një burr që ta përfaqësojë, një burr mund të zgjedhë një grua, por ama ka edhe një parim tjetër, pra që në demokraci ka një përfaqësim autentik, që do të thotë çdo grup përfaqësohet nga vetvetja. Dhe brenda këtij parimi, i cili dhe ai ka një peshë të madhe, ka një domethënie, sa e ka mund diskutojnë pafund, që do të thotë gruaja në një masë të madhe ka vlerë të përfaqësohet nga gruaja. Pse? Sepse e kupton më mirë. Pse? Sepse janë interesat përbashkëta. Është ajo që quhet interesi i grupit. Pra grupi përfaqëson vetveten. Këto të dyja ekuilibrohen. Çdo njeri mund të përfaqësohet edhe nga një antar i një grupi tjetër, nëse e beson, nëse ka cilësi shumë mira, por edhe nuk duhet egzageruar me këtë, duhet që edhe grupi të ketë mundësi të prezantojë vetveten. Parimi i dytë është që ajo që e thash dhe njëherë, feminizmi politik, që do të thotë, sot në botë, sociologjikisht, filozofikisht, po të doni edhe nga pikpamja religjioze, po të doni nga pikpamja psikologjike dhe antropologjike, dihet që gruaja për një mijë arsye sjell dhe ka mundësi të sjellë në politik ato element që burri nuk i sjell dot. Por duhet kuptojmë që ka një feminizëm në konstitucionalizëm, si kuptohet kushtetuta nga këndvështrimi feminist, si kuptohet ndarja e pushteteve në kuptimin feminist, si kuptohet pozicioni i zgjedhësit apo i ndërtimit partive politike nga kuptimi feminist. Nëse kjo nuk bëhet, nëse ky koncept nuk vjen, atëherë ne do kemi atë situatë ku gruaja mund të marrë pjesë me shumicë në qeverisje, po si burri, si gruaja nuk ka pikë në rëndësisë, sepse është një grua që riprodhon një lloj statusi të nënshtruar në shoqëri. Kërkoj ndjesë. Ndërkohë doja të ndalonim edhe pak më shumë tek media, ju përmendët rastin e punëve gazetareve në terren, kryesisht janë në masë të gjinisë femërore, po ndërkohë kur kalojnë te pesha më e lartë është kryesisht të gjinia maskullore. Doja të ndaloja tek roli që ka media në këtë rast. Ne kemi parë dhe nëse bëjmë një favoritim, pjesa dërmuese e emisioneve që janë në oraret e ditës janë kryesisht me panele që janë gra, kur diskutojnë për familjen, kur diskutojnë për pushimet, ushimet apo çfarëdo lloj teme që konsiderohet e butë. Ndërkohë kur flasim për politikën dhe për oraret prime time janë kryesisht të ftuar burra përpos moderatorëve dhe drejtuesve të emisionit. Çfarë roli ka media në këtë rast dhe sa po e dëmton apo ndihmon të gjithë këtë paragjykimin dhe diskriminimin në të njëjtën kohë? Unë të doja të dëgjoja kolegen time Malej, sepse gëzohem më shumë, po në qoftë se ju doni... Do doja të kisha një mendim nga të dy. Okej. Po ja profit njerë pas... Okej, dakord. Pyetja juaj, profesori bëri një qasje që për mua do të quaj qasja më e re në diskursin e politikës drejt grave. Dhe nëse do të dëgjonim të gjithë tezat që hodhi profesori, që lidhen me atë që quhet feminizmi politik, janë të gjitha tezat që sot për sot janë pak të vështira për të përdorur në Shqipëri, se për fatin ton të keq, që nderuar profesor, të paktën në qasjen time, unë mendoj që ne ende nuk po prodhojmë politik, po ne po prodhojmë pushtet mbajtje dhe në këtë pushtet mbajtje, roli gruas futet ose si një mozaik, ose si një negociator i vogël në momente të situatave të vështira, dhe pak ose as pak nuk lexohet si gender mainstream, që do të thotë si politikat të vlefshme gjinore që lidhen që me buxhetin kur kalohet në parlament dhe nuk lexohet kur se çfarë përfitimi kanë kategoritë ndryshme, atë që tha profesori dhe e ha ngritur me aq të drejtë është një nga pikat që për herë të parë ligjërohet në këtë format dhe trajtohet në këtë format dhe do doja shumë që media ta bënte jehon këtë fakt, faktin e
politikës për ta parë gruan në atë që quhet politikë gjinore në bërjen e politikave, ose feminizmi politik, që është një term sa elegant, aq edhe term social dhe i qëndron sot kohës. Por, kjo bëhet gjithmonë në kuadër të nevojës, kur kemi atë që quhet prodhimi politikës, dhe tani kjo analizë vike pyetja juaj. Pse në prime time-et kemi emisione politike, ku i drejtojmë pothuaj se të gjithë drejtuesit janë meshkuj, dhe edhe kur kemi drejtuese gratë, shumë të zonja, në panele kemi vetëm 1 ose 2 grua, ndërkohë që të gjithë të tjerët zotrojnë edhe në analizën e problemit e zotrojnë në burat. Dhe këtë e kam ngritur njerë me kolegen ti, me zonjën Duma, dhe i thash, ngritja ka ardhur momenti që ne duhet të krijojmë shkollën e grave që bëjnë atë që quhet opinioni politik në përmjet syrit të gruas. Pra nuk duhet kemi vetëm opinionist bura, apo opinioniste të marra nga mediat, të cilat bëjnë rolin e tyre si gazetare dhe ty të vënë me shpatulla për muri. Jo. Opinioni i një gruaje është një mendim dhe më i thellë. Pra gruaja ka luajtur rol negociatori, gruaja ka luajtur dhe në familje, luan rol aktiv në prodhimin, jo vetëm të punës së përditshme, por dhe në atë që quhet puna e papaguar ose puna e gjelbërt në familje. Gruaja të krijon mundësinë që atmosfera të jetë e bukur, sepse shpeshherë kur fëmia i bjen derës, thot hapet dera dhe pyet, ka ardhur mami? Pra mami lidhet me nevojat bazike që ti ke. Dhe jo më kot populli thot kur shkon në një vend që më lër ato petulla dhe më ngri ato vetulla. Do të thot që kur një grua është e mirë se pra të mirë pret, është e mirë pranueshme, është me elegancën femërore, është me sharmin e saj, është me atë që Al Pacino e ngriti në art me aromën e gruas. Aroma e gruas do të thot është vlerë reale e një shoqërie. Nëse ne nuk e fusim këtë si koncept, atëherë ne do ngelemi me maskuilitetin e burrave, dhe burrat nuk kanë faj, sepse kanë domenin e tyre tashmë të përgatitur që nga filozofia e historisë së jetës, dhe sot i vjet në pjatë argjend, dhe në këtë pjatë argjend ai thotë që unë do bëj thot me gratë maksimumin, sepse burrat nuk janë shumë mirë të zhvilluar, që krijon një kakofoni në mënyrën e përqasjes së tyre, dhe koncepti ngelet që edhe në analizën apo në shfaqjen që ne bëjmë në jetën e përditshme, apo edhe në diskutimin që bëjmë në jetën sociale të përditshme, në fund themi, më se kjo janë muhabet e grash, e bët si gratë, dhe të gjitha këto konotacione në subkoshiencën e një populli që ndrojnë shumë fort, dhe që të dalim nga kjo subkoshiencë, politika duhet ishte një hap më para. Por fatkeqësisht, në qasjen time të paktën dhe në deputimin tim për 28 viteve në politikë, kam kuptuar që fatkeqësisht, prandaj jemi edhe në një tranzicion të zgjatur që në ka prishur ADN-n e komunikimit, është pikërisht sepse ne nuk po prodhojmë politikë, po prodhojmë pushtetmbajtje. Dhe gjithmonë flasim kush do të na drejtoj, dhe nuk themi cili është ai program që unë, me të drejtë ta profesori, shoh veten time, dhe nëse unë e shoh nga syt e një gruaje që ka dhënë kontribute, po që në statusin e saj është edhe nën, është edhe gjyshe, është edhe grua, dhe mendon disa nga problematikat, se unë jam e bindur, nëse gra do ta shikonin me syt e grave dhe jo me syt e vendit që kanë marrë si rezultati kuotës, nuk do të kishte shans që kur kalon buxheti në parlament, të gjitha gratë, nuk ka rëndësi se cilat ishin ngjyrat, apo politikat që përfaqëson, të mos ngrinin dorën dhe të luftonin fort për 5% të GDP-së së arsimit, po flas të arsimit sepse është fusha ku unë e njoh më mirë, që në fund të ditës lidhet me çdo investim që bën një familje shqiptare, dhe me koston që sot është rritur maksimalisht shumë, dhe me sakrificën që bën. Atëherë pyetja bëhet, si ka mundësi që këto gra që propagandojnë kaq shumë, dhe po të dëgjojmë në fushata flasin për politika sociale, kur vjen puna për të realizuar konkretisht, sepse ke votën, qoftë edhe nëse e nxjerr ti kartonin tënd kundra, edhe kundra kryetarit të partisë, ti përbën lajm dhe përbën gjetje, sepse tregon që je individualitet, nuk e realizojnë këtë gjë. Atëherë, kjo më bën që
të kaloj dhe unë në pozicionin e profesor Fugës me dhimbje, që nëse ne do ta shohim si një anturazh, pra do ta shohim si një kontorno, si një zbukurim i cili na duhet në momente për të tundur atë kartën që shikosh Shqipëria ka bërë përparime se kemi kaq gra, shumatorja e numrit me kontributin e vlerës kërcet dhe nuk është në të njëjtët shina dhe kjo çfarë prish pasaj? Prish imazhin e gruas i cili për fatin e keq në fushat përdoret për të bërë meme dhe jo për të krijuar situata dhe kjo e dëmton jashtëzakonisht qënjen e fenomenit grua në politik, aq më tepër feminizmit të gruas në politik. Kjo është qasja ime. Ndërkohë, profesor, unë dalëm tek rëndësia, por do doja të dija edhe çfarë na pengon ne që të kemi mundësi që media të ketë atë ndikimin që duhet për të ndihmuar këtë diskriminimin edhe për të ardhur te kjo barazia gjinore. A jemi të dënuar kulturalisht? Po më lej që të komunikoj në çik nga pikpamja e kulturës feministe, më lejo të lutem të vazhdoj pak aty ku e la zonja Malaj, e cila më vjen mirë se që në gjesë është një formë intelektuale të shkëlqyer, dhe më vjen mirë. Megjithatë, në një nuancë unë mund ta kem, dhe bukuria e debatit është te nuanca. Cila është nuanca? Unë do të jem konkret, se unë e di që në media e pëlqejnë çik konkretësinë edhe kur i kalon pak masën. Mua ajo që më dhëm është që shikoj gra të cilat në politik apo në prime time apo në emisione politike flasin si burra machist. Kjo më shqetëson. Pra, e përsëris gra të cilat flasin në politik si burra machist, patriarkal, sikur brenda tyre është futur shpirti dhe fryma e personazhit të kapedanit dhe e kanë interiorizuar machizmin dhe inferioritetin e tyre dhe flasin me gjuhë burrash. Burrat jo si burra në vetvete, thash kujdes, burra machist. Dhe kjo shtohet me tjetrën që shoh burra në politik që flasin si gratë nënshtruara të kohës patriarkale. Dhe ky absurditet më bën mua të mendoj që këtu ka një problem të madh. Cili është problemi i madh? Problemi i madh është edhe një herë po them. Unë ju jap fjalën dhe vë bas me ju. 90%, më fal, 99% e grave që merren në politik, nëse kanë lexuar autoret kryesore të feminizmit politik apo kulturor që janë avanguarda prej 20 vjetësh e mendimit filozofik dhe politik botëror, unë jam gati të bëj një autokritik të madhe publike. Thash 90.99%. Nuk është çështje libri kjo, por është një çështje intelektuale të konceptohet. Ajo që unë kam një diferencë me zonjën Malaj, me kolegen time shumë të nderuar, duke qenë dakord në gjitha planet që ajo parashtroi, është se unë nuk e duroj dot më të më thonë që ato gjëra që thua janë të mira, po nuk bëhen. Unë po them këtë gjë. Këtë gjë e kam dëgjuar prej 35 vjetësh, apo po deshet ju edhe prej 50 vjetësh, dhe ne vazhdojmë që çdo ide emancipuar, thuhet, e mirë është, po është utopike. Po, një minutë, dakord, ajo që vjen akoma nuk është realitet, po bëhet realitet. Pse bëhet realitet një politik machiste dhe s'bëhet realitet i menjëhershëm një politik e cila frymëzohet nga një feminizëm i shëndetshëm që duhet kuptuar qartë. Feminizmi politik nuk është prindi 1, prindi 2. Duhet kuptojmë qartë këtë gjë. Çfarë duhet të them? Duhet të them që për të aplikuar këtë që unë po them është se në konceptin e feminizmit që unë e përkrah me gjitha forcat, është i tillë që feminizmi nuk është se i vlen grave. Feminizmi i vlen shoqërisë, i vlen burrit dhe gruas, i vlen qytetarit. Çfarë do të thotë feminizmi politik? Apo feminizmi menaxherial, apo feminizmi në strategjitë komunikative,
apo në mësim. Feminizmi në procesin shkollor është që me dojmos tekstin për të mësuar ta zgjedhë nxënësi dhe u të imponohet nga buri që në këtë rast quhet Ministria e Arsimit apo drejtori i shkollës. Çfarë quajmë ne feminizëm politik? Që ato tekstet e historisë mos kenë vetëm një të vërtetë, të cilën e ka vulosur dikushi apo dikushja, por të ketë alternativa, diskutime, interpretime. Kjo është feminizmi. Pse? Sepse prej shekujsh, prej mijëra vjeçarësh, si thua, dirigjizmi intelektual, autoritarizmi intelektual është sundimi i burit maqis, kurse dialogu vjen sui generis nga gruaja. Pse? Këtu duhet të hymë miteve, mitologjisë, kulturës e etnologjisë, edhe nuk mund të bëjmë këtu leksionin. Çfarë do të them në politikë? Në politikë është që ai buxhet që me të drejtë thot zonja Malaj, të mos bëhet nga parlamenti dhe nga qeveria në atë mënyrë që ky është dhe s'ka diskutim. Por çfarë? Buxheti lokal të jetë diskutim i referendumeve lokale. Ky është feminizmi politik në decentralizimin e pushtetit. Ne tërë pushtetin lokal e kemi të telekomanduar nga qeveria tek një njeri. Çfarë është ky? Ky është maqizëm politik. Maqizëm politik është një burr që vërtet, po e marrë në mënyrë kështu figurative, dhe vërtet, dhe nga i kanë frikë, kalamajt, komshinjt e tërmërat. Jo, gruaja ka tjetër që në shtëpinë e vet, ka modelin e vet, fëmijë atje është familja komshi e respektohet, po është e decentralizuar, është mozaike kuptimi feminist i organizimit shtetit, i bërjes ligjeve. Ne bëjmë ligjet dhe unë kam të dhëna, kam studiuar periudat ndryshme, bëjnë ligje, për 3 muaj kalojnë 50 ligje. Çfarë është? Ky është maqizëm politik. Pse? Nuk ka dialog. Nuk ka rëndësi që këtë maqizëm politik në parlament sot e bëjnë më shumë gratë. Janë gratë ato të cilat brenda i ka hyrë kapedani, i ka hyrë dhe interiorizojnë burin brenda vetes, nuk ka rëndësi trupi, nuk ka rëndësi gjinia këtu, ç'është e gjinie këtu. Këtu është çështje mentaliteti. Dhe imagjino, ne kemi gra që në parlament kanë një ligjërim që është më i keq se sa e një buri maqist. Ky është problemi, ky duhet kuptuar. Nëse s'kuptohet kjo, që feminizmi politik nuk është për gratë thjesht, është dhe për shoqërinë. Unë jam duke punuar dhe prandaj për një libër ku këtë kam ide kryesore. Një nga arsyet e problemeve që ka shoqëria jonë është se është një shoqëri që kulturalisht dhe politikisht vazhdon të ketë një maqizëm të rëndë. Nuk është zbe e maqizmit që ku diun një segment i caktuar i grave, ku diun porosisin roba luksi në online. Nuk është që ka disa goca të cilat i ngasin, i japin veturave të tyre ultra luksoze me 130 km/h që ti ke frikë të dalësh përpara se të marrin përpara. Dhe ti thua, ky është feminizmi, kjo është kultura? Jo, nuk është kjo. I ka hyrë brenda buri që nget atë vetur duke thënë, secil vras, secil bëj aksident s'më duhet, po tani minutë se nëna, femra ka një dhimbshuri që e ka sui generis, kur nuk mund të ketë buri në atë mënyrë, atë dhimbshuri, atë dashuri për qenie njerëzore. Dhe ti e shikon që ajo të vjen mbrapa makinës dhe thot, hap rrugën o bëj aksidentin. E ti e kupton që se ka fajin ajo, i ka hyrë brenda buri dhe ka interiorizuar një burr maqist. Kërkoj ndjes të fola shumë. Faleminderit për mendimet e vyera, po ndërkohë do doja të ndalesh edhe tek eksperienca juaj personale, zonja Malaj. A ka qenë e vështirë për të qenë përtej asaj gruas në politikë që po përfaqëson, por për të qenë politikanje që do të sjellë një problematikë që do të marrë vendimet për të gjithë ne më pas? Nuk është e thjeshtë, është e vështirë, është shumë e vështirë madje, sepse vendosesh në 3 pozicione.
Pozicioni parë është bindja jote, pra ti kur hyn në një garë politike, ti nuk hyn vetëm thjesht me siglën e partisë që ke përfaqësuar, të paktën unë kështu e kam bërë. Po kam bërë një kontratë me qytetarin, dhe çdo të thotë kontrata me qytetarin. Ka qenë disa prioritete ku unë kam menduar që mund të jepja kontributin tim. Kjo ishte edhe një nga arsyet e gabimit fatal që bëm kur lam mandatin në atë periudhë parlamenti që unë kam qenë dhe që nga i moment unë vendosa pësaj të jap dorëheqje nga politika për arsye se unë nuk i qëndrova kontratës me qytetarin, nuk ka rëndësi, ka 1001 arsye pse ne bëm, por arsyeja kur e pyetën që priftin përse nuk ranë këmbanat, se nuk ishte këmbana, arsye kryesore është që unë kontratën e kisha bërë me qytetarin. Dhe 1001 arsyet e tjera bien në momentin që ti dorëzohesh përpara betejës së përfaqësimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, se politika në thelbin e saj, për te qasjes dhe bërjes së politikave ose aksioneve konkrete, do dhe kodin e moralit, që do të thotë moralin duhet ta kesh së pari me vete, së dyti me ata që përfaqëson, pra unë përfaqësoj klasën, të paktën e quaj veten një njeri, jo shkencëtare si profesor Fuga, absolutisht jo, po një njeri që kam dhënë disa kontribute në fushën akademike dhe mendoj që akademizmi është pjesë e jetës time dhe jam munduar që në të gjithë sfidat e mia të kem bërë gabime, po jo faje, që do të thotë të kem qenë shumë e kujdesshme në hapat që kam hedhur, në mënyrë që të ruaj të gjithë ekuilibrat edhe të rrymave të shfaqura, edhe të rrymave poshtme, sepse politika në fakt nuk është ajo që shfaqet, është ajo që luhet mbrapa kuindave. Dhe loja mbrapa kuindave të kërkon që ti duhet kesh të ndënjura të forta, që do të thotë karrikja është pesha më e madhe e një njeriut. Derisa merr një karrike, ti lufton fort për të shkuar atje. Në momentin kur ti ulesh në karrike, atje ti tregon të gjithë ose vlerat e tua, ose vlerat mund të të kthehen në antivlera, që do të thotë shpeshherë populli thotë, nëse do të provosh një njeri, vendose në karrike ose jepi para, dhe atjere kupton se çfarë është ai njeriu. Ti duhet rregullosh ekuilibrat brenda vetes, duhet, siç thotë Shkodrani, mos me typ vetin qef, duhet të kuptosh që ti je aty, por rreziku i rënjes është shumë më i madh se atyre tjerëve që nuk e kanë kapur këtë nivel, duhet të kuptosh dhe faktin tjetër që ti nuk je vetëm ti. Pse është, prandaj është, politika është si trekëndshi i Bermudës, që do të thotë ti bën pakt me vete dhe me qytetarët nga njëra anë. Nga ana tjetër ke bërë pakt me forumin tënd politik dhe në një mënyrë apo në një tjetër disa vendimarrje të klasës politike që ti përfaqëson edhe kur nuk të pëlqen, ti mund të bësh debate shumë të mëdha, je i detyruar pastaj ti vendosë ti votosh në korum. Dhe e treta, ti duhet flasësh edhe për kolegët aty që mund të jenë me të njëjtat bindje, me të njëjtat qasje ose jo, që ti bësh për vete në mënyrë që argumenti jot për te veshjes politike të qëndroj si argument profesionisti. Prandaj është e vështirë politika për një qytetar, që tha profesor Fuga, nëse ti nuk e lexuar disa libra të Virginia Woolfit e të tjerë, ti duhet të kuptosh që qasjen që ti ke marrë përsipër për ta realizuar, objektin që ti do ta realizosh, mekanizmat që ti do të përdorësh dhe pritshmëritë e qytetarëve që i ke ngritur në nivelin më të lartë, janë kujdes, rrezik, rrëshqitje. Do me thënë, politika është arti më i vështirë që nëse arrin të dalësh nga politika me një identitet, me një personalitet dhe me një portret të bërë pak me balt, po jo të bërë pis, do të thotë që ti ka arritur kryeveprën e njerëzimit, sepse ke kaluar luftra, jo beteja, po luftra, të cilat të shprishin dhe në përfytyrimin tënd. Këtu pasaj futen disa faktorë të tjerë që lidhet me e para familja, shumë e rëndësishme se si të shikon familja, pra ti kur shkon në shtëpi ti nuk bën më leadershipin, po ti bën atë gruan që ka nevojë familja për të qenë aty pranë, megjithë që kohën e ke shumë të kufizuar, po dashurinë duhet ta marrësh në maksimum dhe duhet të zbresësh nga takat e deputetit apo nga xhaketa e deputetit dhe
duhet t'jesh Nora në shtëpi, shoqëria, grupi i miqve, nëse ke miq që të duan, nuk e ata që vetëm të përkëdhelin krahët, po të thonë dëgjoj, për mendimin ton, ti ke thënë këtu gjëra jo të mira dhe të gabuara që nesër do të kthehen në bumerang, se ka një problem kur je në pushtet apo je në politik. Ti mendon që je më i zgjuari dhe më i mençuri dhe unë dua të marr rastin konkret të asaj bazës së re Zeqinense, e cila sot është në një situatë vështirë për arsye se u keq përdor. Pra u keq përdor në hapësirën e saj sapo nisi garën, pra që në start u vendos në një pozicion që nuk ishte pozicion natyral për të. Dhe kur njeriu keq përdoret, me dëshirën e mirë mbase, por që nuk të ri mirë si stof, në atë moment ti kërcet dhe ti quhesh fake, pra quhesh e gënjeshtër dhe në një mënyrë apo në një tjetër pasojat janë shumë të mëdha dhe njerëzit pastaj nuk të ndjekin më ose kthehesh në një objekt jo humori, po humori banal, maqist, i cili na dhëm të gjithëve. Ajo që po përmendim edhe pak më parë, me shumë kënaqësi do të vazhdonim këtë bisedë me dy figura kaq të nderuara sa ju, megjithatë ndonjëherë koha është kufizuese, do doja shumë t'ju falenderoja profesor Fugën dhe ju në këtë rast që ju kemi në studio. Shpresoj që të kemi mundësi për diskutime të tjera edhe në raste të ndryshme të tjera. Faleminderit shumë profesor. Gjithë të mirat. Ditë të mbarë. Faleminderit. Kënaqësi.